Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Gjiku, tha se do të bëjmë padi penale ndaj kryeministrit në detyrat Bin Kuti, pasi që sipas tij është duke ushtruar funksionin edhe të deputetit edhe të kryeministrit, nëse gjatë këtyre 2 ditëve nuk ka pasur marrëveshje politike, edhe kjo seancë do të jetë e kotë. Partia e parë e ka detyrim demokratik të gjejë kompromis me partitë që kanë ofruar gatishmëri për kompromis. Në qoftë se nuk ka marrëveshje politike për kryeparlamentarin, do të jetë seancë si çdo seancë tjetër. Ne si LDK ndajmë pikpamjet krejt ndryshe prej partisë së parë, edhe për sa i përket politikave publike në vend dhe sa i përket qasjes. Është edhe më e çuditshme se si një ditë bëjnë postime se si partitë shqiptare janë bërë bashkë me listën serbe, e të nesërmen akuzojnë se ju është errësuar mendja e pas nesër kërkojnë kompromis. Deputeti Kurti, me qenë se shkon në qeveri, do të ketë padi penale për këtë gjë. Do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet, nuk mund të jetë edhe deputet edhe ushtrues detyre një pozicioni tjetër, tha ndër të tjera Abdi Gjiku. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ka reaguar pas dështimit të sëritshëm për të zgjedhur Albulena Agjiun si kryeparlamentare në Kosovë. Lekaj ka thënë se mos ka alternativë tjetër dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Lëvizja vetëvendosje ka humbur drejtimin dhe besimin. Nuk ka më alternativë. Qytetarët meritojnë një fillim të ri. Përgatituni për zgjedhje, ka shkruar Lekaj në një postim në rrjetet sociale, duke bërë të qartë se AK nuk do të ketë asnjë ndryshim në qëndrimet e saj në vazhdim për këtë çështje dhe vendi duhet të përgatitet për zgjedhje të jashtëzakonshme.